Pyetja tjetër thotë, cilët adhurime i lejohet femrës me menstruacion? Përmendja e Allahut, meditimi mbi madhërinë e Allahut, vizita e farefisit, dhënia e sadakas. Do thotë sepse shikoni, kjo pyetje vjen rezultat i mungesës perceptimit të plot të adhurimeve. Sepse zakonisht në adhurim kujtohet namazi, agjërimi, leximi i Kuranit. E nëse këto unë s'mund t'i bëj, por zakonisht femra që është menstruacionin ka ndaluar me të bën për kësaj. Atë çka të bëj unë? Shikoni, ka një gamë të madhe të veprave të mira që të bëhen, sepse adhurim çka është, thotë Ibn Taymija rahimahullahu taala, çdo vepër, fjalë apo vepër, çdo gjë që e bën njeriu, fjalë apo vepër, e mbrëmshme e zemrës apo e jashtme e gjymtyrave, të cilën e don Allahu dhe është i kënaqur me të është adhurim. Gjëra që e bën ti. Kështu që vizita e farefisit, bamirësia ndaj prindërve, kujdesi për fëmijët, gruaja që është e martuar, kujdesi për burrin, rregullimi i gjellës, pastrimi i shtëpisë, vizita e farefisit, dhënia e sadakas, udhëzimi i njerëzve në gjëra të mira, lutja për njerëzit, këto janë adhurime. Këto mund t'i bën. Kështu që ato që mund t'i bën janë shumë më shumë se ato që i ka ndaluar, sepse në argument në hadith është ndaluar konkretisht namazi dhe agjërimi. Te Kurani ka domethënë debat të ulemave, a ban të lexon Kur'an për menç, a ban të prek musafin, është diskutim i madh të ulemat. Mirpo kiti në numër të madh të adhurime tjera që mund t'i bën edhe është shumë e rëndësishme sepse vërehet edhe praktikisht se femra kur është cikli domethënë ka një shqetësim edhe psikofizik. Domethënë ka një çrregullim psikofizik. Andaj ka nevojë për vepra të mira të cilat të bëjnë një stabilitet tek ajo, atë që mbetet vazhdon në të vazhdon e të qenurit pozitiv dhe konstruktiv në jetë, e mos lejon që për shkak zakonisht kur ato nervozohen në këtë dhe po edhe do të kuptoni se jemi këtë situatë. Themi jo, pse me të kuptu se ti s'ki nevojë ti domodin me e pranuar si fakt kryim, do të ketë çrregullim psikofizik, domodin për rrethonat fizike, sepse ti mundesh me kompenzuar me këto vepra të mira, edhe tregohesh për si njëri konstruktiv dhe pozitiv, edhe vazhdosh të trajtohesh domodin si e mirë ose si e dobishme ose si konstruktive edhe gjatë këtyre ditëve. Nëse mashkulli është xhenup tash këtë rast. Për shembull te mashkulli është ndryshe situata, në kuptimin që mashkulli xhenobloku nuk është e caktuar me kohë, domodin në moment që bëhet xhenup ai mund të pastrohet dhe namazet duhet i fal kohë dhe me pastrimin e tij, sepse pastrimi është në dorën e tij që themi na. Cikli është i kufizuar, dihet domethënë se ajo është përcaktim i Zotit, domethënë për gjendjen femërore, dhe ajo është e sharuar me nurësit mjekësore, pastaj domethënë pse ndodh ajo faktikisht pastrimi i mitrës, se elementet janë shumë dobishme për femrën. E këtu te mashkulli është në dorën e tij dhe ai pastrohet domethënë kur bëhet xhenup, mund të pastrohet domethënë me ujë ose s'ka ujë, apo pas mund ta përdor ujin me tejmum dhe obligimet nuk ka të drejtë ti lën obligimet të është xhenup. Dhe pra çka domethënë nuk mund të krahasohet këtë situatë, por si të bëhet xhenup pastrohet dhe vazhdon me namaz, vazhdon me Kur'an, vazhdon me dhikr, vazhdon me këtë punë tjera. Po një punë tjera, nëse ta zon për shembull në xhenup në kohë që s'ka namaz për momentin, edhe derisa të lati duhet kohë, ai mund të bën këto vepra të mira që i përmenda, edhe pse është xhenup. Domethënë thash një leximi i Kuranit është çështje diskutabile edhe për xhenupin, a lejohet as lejohet mes juristëve islam, edhe nuk kemi nevojë të hym aty. Po ka shumë vepra të mira që mund t'i bëjnë edhe pse është ai në gjendje.